Të nderuar zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, do t'jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Mira qytetarë mbushin bulevardin Dëshmorët e Kombit në ditën e 8 të protestës, kërkojnë anulimin e Zvërnecit dhe dorëheqjen e kryeministrit Rama. Qeveria nuk tërhiqet nga nisma për të realizuar investimin madhor në Zvërnec. Kryeministri Rama akuzon protestuesit se po dëmtojnë turizmin. Gjykata e lënë në burg Violant Braçellarin e akuzuar për vrasjen e policit Enea Mekolli dhe plagosjen e kolegut të tij. Autori nuk shfaq shpendes për krimin e rënd. Paula Avdyla i shpallet vajza më e bukur e vendit në spektaklin Miss Shqipëria 2026, transmetuar në Vision Plus. Ajo mori vlerësimin maksimal nga juria. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Qytetarët janë mbledhur sërish për të 8-ën ditë radhazi për të shprehur pakënaqësitë ndaj qeverisjes dhe për të kundërshtuar projektin e investimit në zonën e Zvërnecit. Protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin Skënderbej e më pas vijuan marshimin drejt kryeministrisë. Me flamuj dhe pankarta në duar, protestuesit u ndalën para godinës së kryeministrisë, ku pritet të qëndrojnë për disa orë, siç ka ndodhur në ditët e mëparshme. Të buesit bën thirrje si Shqipëria e shqiptarëve, jo e tradhtarëve, dorëheqje dhe revolucion. Prej ditësh qytetarët kanë artikuluar kërkesat e tyre kryesore: dorëheqjen e kryeministrit, shfuqizimin e paketës së maleve, anulimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, si dhe anulimin e ndryshimeve në ligjin për trashëgiminë kulturore. Në festimet e 35 vjetorit të krijimit të Partisë Socialiste në Elbasan, Edi Rama rikonfirmoi qëndrimin e shumicës se investimi në Zvërnec nuk do të ndalet. Rama ju përgjigj edhe thirrjeve të protestuesve për dorëheqje, duke thënë se zgjedhjet mbahen vetëm në vitin 2029. Kush flet sot për këtë pështyn mbi varrin e tyre, pështyn në fytyrën e asaj Shqipërie që sot admirojnë të gjithë na shikojnë me çudi, edhe na shikojnë me respekt, kur dëgjojnë që ky vend i vogël ishte një vend ku kishte dritë, ndërkohë që në gjithë Europën kishte errësirë. Ndërkohë që në gjithë Europën i merrnin e brejt dhe i shisnin të gjermanët nga Afrika, shqiptarët i morën dhe nuk patën frikë që të vënë veten e tyre në rrezik. Si mundet ne të katandisemi dhe të bëhemi pre e ca ignorantëve, e ca delirantëve, e ca sharlatanëve që shkojnë me demek për të mbrojtur mjedisin, edhe flasin për Shqipërinë e shqiptarëve, e flasin për të huajt që duhet i përzëm nga Shqipëria, e flasin për pronat e pronarëve që duhen konfiskuar, e flasin për pronat e shtetit që nuk e diun se çfarë duhet bërë. Çfarë është kjo? Kjo është një budallëk i madh. Në reagimin e tij ndaj deklaratave të kryeministrit, Sali Berisha tha se Rama po fsheh skandalet që përfshin çështja Zvërneci. Sipas tij, në vend të sqarimit, Rama ka zgjedhur të sulmojë protestuesit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi pas qëndrimit të kryeministrit Rama për projektin në Zvërnec dhe protestën e qytetarëve kundër tij. Berisha akuzoi liderin e mazhorancës se përdori këtë komunikim për sulmuar qytetarët e jo për t'i sqaruar ata. Edi Rama përdori sot monologën e mashtrimeve të tij të zdjeles për sulmuar, kërcënuar, për çmuar. Dhjetra mijëra qytetarë që prej një jave protestojnë në protestat më të fuqishme kundër Edi Ramës, kërkojnë dorëheqjen e tij, kërkojnë anullimin e vendimeve të tij, të cilat janë një kërcënim madhor për mjedisin në Shqipëri dhe prishin përfundimisht klimën e investimeve në vend. Sipas Berishës, deri më tani kryeministri Edi Rama ka dështuar të bëjë transparencë për projektin në Zvërnec. Në monologun e tij nuk tha një fjalë të vetme, sepse Edi Rama firmosi lejen e zhvillimit në kundërshtim me ligjin, në prani të konflikteve gjyqësore midis palëve për pronën. Nuk tha një fjalë të vetme, nëse ai në detyrim
në detyrim madhor të procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian që rrjedhin nga direktiva Natyra 2000, ka bërë aty një vlerësim të përshtatshëm, ka bërë aty një vlerësim strategjik, ka bërë një vlerësim mjedisor për të gjithë këtë projekt. Një ditë më parë Berisha u pozicionua në mbështetje të protestës duke kërkuar plotësimin e kërkesave të qytetarëve. Gjykata ka lënë në burg Violant Braçellarin, i akuzuar për vrasjen e policit Enea Mekolli dhe plagosjen e kolegut të tij. Gjatë komunikimit të vendimit në Spitalin e Traumës, ai nuk ka shfaqur pendes për krimin e rënd. Arrest me burg për 4 akuzat të rënda, kjo ishte masa që gjyqtari i Korçës Gentian Sallahu i ka komunikuar në Spitalin e Traumës Violant Braçellarit, autorit të vrasjes së efektivit Enea Mekolli dhe plagosjes së policit tjetër Edison Adri. Ndaj 43 vjeçarit rëndojnë akuzat vrasje punonjësit të policisë, vrasje mbetur në tentativë për punonjësin tjetër, si dhe 2 akuzat të tjera për armbajtje pa leje. Duke mos thënë asnjë fjalë për masakrën që shkaktoi, përpara gjyqtarit Braçellari ka folur vetëm për dënimin që është dhënë në mungesë, duke u justifikuar se nuk ka qenë kultivues droge. Me një version as pak bindës, nëna autorit të vrasjes së efektivit dhe plagosjes së kolegut të tij, ka treguar si pasaj momentet e para të përplasjes së Violant Braçellarit me policët që shkuan për të arrestuar, si pasaj efektivet që qelluan të paret pas një lloj paralajmërimi. Erdhën thash djalë, erdhën tash. Djali qatë ty doli dhe që ka hedhur nga dritarja e viçave në fund stajës. Atje e priste polici tjetër. Polici i ka rënë më përpara. Pasaj ka quar, se ajo gjithmonë as policia, as gjifare. Nuk tha, as e dorëzoj uni, as e jemi policia. Edhe pse i biri ishte në kërkim prej gati 10 vjetësh, Eoma mundohet të justifikojë duke thënë se policia i ka rënë me qafë. Violanti me mua jo se rrinte, se Violanti ishte dënuar 10 vjet. E Violanti nuk më rrinte mua këtu, vinte thjesht në një qitante bukë. As njerëz vinte që tikte në fshat apo qytet apo vetëm në mal. 2 gram i gjetën në shtëpi. Pastaj vajtën në përzyra se u vinte tu, thoshte i bëj 10 gram. Ndonë se i armatosur rënd, Eoma Violant Braçellarit shprehet se nuk e kishte idenë që i biri kishte armë zjarri. Ngjarja tronditës se ndodhi në orët e para të mëngjesit të së njëjtës. Policia Korçës organizoi operacionin për kapjen e 43 vjeçarit, i cili ishte në kërkim dhe me masigurie në mungesë, i dënuar nga gjykatat për kultivim të kanabisit me 10 vite burg. Me njëherë sapo efektivet mbërriten në stanin e Braçellarit në fshatin Lozhan, ky i fundi qelloi me breshëri Kallashnikovi duke vrarë Enea Mekollin dhe duke plagosur Edison Adrin. Braçellari u denoncua nga çobani i tij, i cili ishte dhunuar në mënyrë brutale nga 43 vjeçari pasi i kishte kërkuar lekë që kishte punuar për pak ditë. Edhe pse ishte narrativ, Violant Braçellari kishte ngritur një stall ku familjarët e tij ishin mbështetur dhe nga fondet e AZBR-s, ndërkohë që për disa vitesh ishte kthyer një shqetësim të madh për banorët e zonës, pasi sa herë zbriste nga mali krijonte probleme në komunitet. Gëzim Muhameti, një nga trafikantët kryesor të heroinës në Tiranë, është arrestuar nga policia. Ai akuzohet se furnizonte grupet e vogla kriminale me drogë, e cila më pas shitej në zonat më të populluara të kryeqytetit. Antidroga Tiranës ka arrestuar një nga furnizuesit kryesor të heroinës në kryeqytet. Në pranga ka përfunduar Gëzim Muhameti, i njohur me novkën Gëzim Qorri, i cili prej më shumë se 20 vitesh ishte i përfshirë në fushën e narkotikëve. I arrestuar gjithashtu dhe shoku i tij Julian Prençi. Të dy këta persona u kapën teksa ishin bërë gati për të shitur mbi 1 kilogram heroin. Droga kishte për qëllim të shitej në doza më të vogla në disa zona të kryeqytetit, sidomos në Tiranën e Re. Muhameti konsiderohet si një nga furnizuesit kryesor me heroin i grupeve të tjera më të vogla kriminale në Tiranë. Madje hetuesit kanë dyshime se jo vetëm në kryeqytet, por Muhameti kishte lidhje dhe transportonte drogë dhe në Itali, raste që po verifikohen nga agentët antidrogës. Burime bëjnë me dije se heroina ishte siguruar në qytetin e Elbasanit. Gëzim Muhameti ishte lidhur me grupet kriminale në këtë qytet, ku blinte lëndë narkotike. 51 vjeçari pasi merrte heroinën, furnizonte grupet kriminale në Tiranë, ndërkohë origjina drogës ishte nga Turqia. Heroina sekuestruar nga agentët antidrogës ka vlerën mbi 50.000 euro në treg. Gëzim Muhameti figuron i dënuar dhe me parë për drogë. Policia e Durrësit ka vënë në pranga një 20 vjeçar i akuzuar për shpërndarje të lëndëve narkotike. Sipas uniformave blu, i ri u shiste doza kokaine, heroine dhe kanabisi në ambientet e një qendre PlayStation ku ishte i punësuar.
Si rezultati veprimeve hetimore u bë i mundur arrestimi në flagrancë të riut banues në Durrës. Gjatë kontrollit, policia sekuestroi si provë materiale një sasi lënde narkotike kanabis, 69 doza kokainë dhe 23 doza heroin. Në një ceremoni festive, Yacht Club Albania është krijuar mbrëmjen e të shtunës në ambientet e Marina Aurikum. Antarët nënvizuar rëndësinë e këtij organizimi, veçanërisht në nxitjen dhe zhvillimin e turizmit detar. Mes ngjyrave të perëndimit dhe panoramës së jahteve të ankoruara në Marina Aurikum u hodhën themelet e Yacht Club Albania, një nismë që synon të krijojë një komunitet njerëzish të bashkuar nga pasioni për detin dhe aventura, por edhe që bashkëpunon e gjen mundësi të reja. Yacht Club lindi nga dëshira për të pasur një komunitet me njerëz që e kanë pasion detin, e duan yatin, që e kanë pjesë të lifestyle-it të tyre, si dhe për të mundësuar network midis njëri tjetrit. Joana Bogdani, pjesë e nismës, nënvizoi se Yacht Club Albania nuk synon të ketë një figurë qendrore drejtuese, por të ndërtohet mbi kontributin dhe energjinë e secilit antar. Yacht Clubi do i përkasi të gjithë antarëve dhe secili antar do jap dhe do marr vlerë në klub. Klubi e para do ndikojë në rritjen dhe në zhvillimin e turizmit dhe antarët sigurisht do eksperimentojnë edhe xhiret që ndoshta nuk i dinë që i kemi në Shqipëri. Po ashtu do ndikojë edhe midis njëri tjetrit duke zhvilluar bashkëpunime të ndryshme që ndërkohë ato do ndikojnë edhe tek ekonomia e biznesit dhe ekonomia e biznesit edhe në ekonominë e vendit. Mbrëmja u karakterizua nga një atmosferë elegante dhe festive, një performancë artistike me zjarr dhe një shortoj me dhurata, sollën emocione dhe spektakël, duke i dhënë aktivitetit një identitet të veçantë. Më 20 qershor do të organizohet aktiviteti i parë i dedikuar antarëve të komunitetit, duke shënuar nisjen e një kalendari eventesh që synojnë të ndërtojnë ura bashkëpunimi, miqësie dhe përvojash të përbashkëta. Ky sezon ka nisur shumë mirë për Velipojo. Në gjithë vija bregdetare është mbushur me pushues, të cilët shprehen të kënaqur me kushtet që ofrohen. Velipoja ka regjistruar një fluks të lartë pushuesish gjatë kësaj fundjave, duke konfirmuar edhe një herë statusin e saj si një nga destinacionet turistike më të preferuara në veriun e vendit. Vizitorët vlerësojnë ndryshimet që kanë gjetur këtë sezon, duke veçuar pastërtinë, kushtet e përmirësuara, organizimin më të mirë të hapësirave publike dhe investimet përgjatë vijës bregdetare. Kemi qenë jug vjetë faktikisht, edhe normal që është mirë edhe jugo, ama këto është për familja shumë mirë, për kalamaj, për ambiente, nuk i nevoj makinën, kitë pjesën e lodhë shumë nga gratë që lodhëm shumë, kërëse më ka pëlqysh jasë masa. Ne jemi nga Prizreni, çdo vit po vim këtu, edhe sot si vjet është normal, këtë në rregull. Shkretë është gjendje ekstra. Viti parë si familjen e po, na pëlqen shumë, ndryshimi është i papam. Pastarëra shumë e pastër, po na duket shumë mirë. Një gjë që se kena pa ka vite, po sot krejt jena knaq. Jena knaq, krejt duket se një gjë shpirtore. Mund kem 10 vite që s'kam ardhur në qendër, kam qenë atje, po një vit ka shumë ndryshime. Me plazhet e saj të gjera, natyrën e veçantë dhe atmosferën mikpritëse familjare, Velipoja vijon të mbetet një nga pikat më tërheqëse të bregdetit shqiptar, duke mirëpritur çdo fundjavë mira vizitorë vendas dhe të huaj. E konsideruar si perla e Adriatikut, kjo zonë po forcon nga viti në vit pozicionin e saj në hartën e turizmit shqiptar. Festivali i karnavaleve shënoi hapjen e sezonit veror në Korçë. Rrugët dhe sheshet e qytetit u mbushën me grupe që prezantuan kostumet e tyre plot ngjyra. Sezoni turistik në Korçë është çelur me festivalin e karnavaleve. Grupe të ndryshme me shqiptar dhe të huaj parakaluan në rrugët e qytetit duke sjellë një atmosferë festive. Me maska dhe kostume shumë ngjyreshe, festivali ndërkombëtar i karnavaleve është kthyer tashmë në një traditë të veçantë. Është e para herë
që me shkuam këtu në Korçë. Ki kostumi është një kostum antike, ishin kostume tradicionale. Është burrat e bresh të Kalabria. We are the Romanian team. Ne jemi grupi rumun, është hera e parë në Shqipëri edhe në Korçë po ashtu. Po sillim në këto karnavale personazhet e porrallave rumune, mbretëreshat, magjistaret dhe kafshët. Po ndihemi shumë mirë, sidomos me grupet e huaja. Është hera ime e parë në Shqipëri, jam shumë e lumtur. Ne vim nga veriu i Serbisë, jemi një grup prej 20 vajzash të veshura si princesha dhe veshje të tjera të cilat tregojnë bukuritë femrore dhe do të kërcejmë po ashtu. Blerta Belliu, drejtoresha e artit dhe kulturës, e quajti këtë edicion më të pasur se vitet e mëparshme, me një numër mjaft të lartë pjesëmarrësish. Karnavalet e Korçës, përveç traditës dhe kostumeve që ne vazhdojmë t'i ruajmë, kemi dhe grupe që na kanë ardhur nga Rumania, Greqia, Serbia, diaspora, Polonia, në çelim sezonin turistik, e cila gjithmonë është shtunën e parë të muajit qershor. Karnavalet janë me një atmosferë të bukur. Mua më bën shumë përshtypje që edhe qytetarët kanë marrë një kostum veç dhe kanë dalë sot në qytet. Me muzikë, maska dhe performanca artistike, karnavalet e Korçës vijojnë të tërheqin çdo vit mijëra vizitorë, duke promovuar qytetin si një destinacion turistik dhe kulturor. Paula Avdylaj është shpallur vajza më e bukur e vendit në spektaklin Miss Shqipëria 2026 transmetuar në Vision Plus. Ajo mori vlerësimin maksimal nga juria, mbrëmja shoqëruar edhe me muzikë dhe performancë nga shumë artistë të njohur shqiptar. Pogradeci u kthye mbrëmjen e së shtunës në qendrën e bukurisë shqiptare, teksa finalja Miss Shqipëria 2026 e transmetuar live në Vision Plus, kur orzoi fitueset e këtij edicioni në një spektakël të mbushur me emocion, elegancë dhe performancë artistike. Në një skenë të ngritur buz liçenit Ohrit, 25 finaliste nga mbar trojet shqiptare parakaluan përpara publikut dhe jurisë, duke sjellë hijeshi, vetbesim dhe personalitet në garën për kurorën më prestigjioze të bukurisë shqiptare. Pas një mbrëmje e plot emocione, kurora e Miss Shqipëria 2026 ju besua Paula Avdylaj, e cila u shpall fituesja e madhe e këtij edicioni. Miss Shqipëria 2026 është vajza me numrin 12, Paula Avdylaj! Ndërkohë, Alessia Sureli u vlerësua me titullin Miss International, ndërsa Angie Sterkaj u shpall Miss Earth. Angie Sterkaj! Juria ndau gjithashtu edhe titujt e shoqëruesve, ku Cindy Kuçi u shpall shoqëruesja e parë dhe Alisa Zeneli shoqëruesja e dytë. Alisa Zeneli është shoqëruesja e dytë e Miss Shqipëria 2026. Spektakli u shoqërua edhe me performancat të artistëve të njohur shqiptar. Deviz Xherahu, Fisnikët, Stresi, Stine dhe Stenaldo sollën energji dhe ritëm në skenë, duke kthyer natën një festë të vërtet për publikun e pranishëm. Dhe dëshirat e mia shuhen ngadalë, se koha është ajo që shëron gjithçka. Mes dritave, emocioneve dhe duar trokitjeve, Miss Shqipëria 2026 mbylli me sukses një tjetër edicion të rëndësishëm të konkursit, duke i shtuar historisë së tij një kapitull të ri, një mbrëmje që bashkoi bukurinë, talentin dhe spektaklin në zemër të Pogradecit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirëpafshim.